Dhjetra makineri të rënda po punojnë intensivisht dhe pa ndërprerje për krijimin e një kalimi alternativ në aksin rrugor Librazhd-Prenjas, pas dëmtimit të një ure rreth 30 vjeçare pranë zonës së Dragostunjës. Sipas burimeve në terren, ndërhyrja është bërë e domosdoshme për të garantuar qarkullimin e mjeteve dhe për të shmangur izolimin e përkohshëm të zonës, një segment i rëndësishëm që lidh juglindjen me pjesën qendrore të vendit. Makineritë po punojnë për hapjen dhe sistemimin e një traseje provizore, ndërsa specialistët po vlerësojnë edhe gjendjen strukturore të urës së dëmtuar për të përcaktuar ndërhyrjen përfundimtare. Puna po zhvillohet me ritme të larta, me qëllim rikthimin sa më shpejt të normalitetit në qarkullim. Autoritetet u kanë bërë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kalimit në zonë dhe të respektojnë sinjalistikën e përkohshme rrugore, deri në përfundimin e plotë të ndërhyrjes. Ndërkohë, pritet që në ditët në vijim të ketë një njoftim zyrtar lidhur me afatet e përfundimit të kalimit alternativ dhe planin për rehabilitimin e plotë të urës së dëmtuar.